Me të gjithë zhurmën që shkaktoi, ligji për barazinë gjinore ka hyrë zyrtarisht në fuqi në Shqipëri. Pse? Presidenti Bayram Begaj e kaloi në heshtje. Në 6 nëntor, drafti u miratua në kuvend me 77 vota pro, 36 kundër dhe asnjë abstenim. Pasi afati kushtetues për dekretimin e presidentit kaskaduar, automatikisht ligji kalon. Edhe pse e tërë vëmendja ishte përqendruar tani te firma e Begajt. Që në momentin që projekt ligji u hodh për konsultim publik, në Shqipëri nisën përplasjet midis grupeve të ndryshme të shoqërisë. Specifikisht, debatet më të shumta dhe protestat ishin lidhur me nenin 4, në të cilin thuhet gjinia nuk kupton rolet e ndërtuara në kontekstin social, sjelljet, aktivitetet dhe atributet që një shoqëri e caktuar i konsideron të përshtatshme për burrat dhe gratë. Në vend u zhvilluan protesta nga shoqëria civile dhe organizatat pro familjes, të cilat e cilësuan draftin rrezik për familjen tradicionale dhe imponim të roleve gjinore të reja. Po ashtu, një qëndrim i fortë dhe unifikuar erdhi nga komunitetet fetare në Shqipëri, ku sipas tyre, disa nene dhe përkufizime bien në kundërshtim me parimet teologjike dhe familjen tradicionale në Shqipëri. Një pjesë e opinionit publik e pa ligjin sidomosdoshmëritë të integrimit në BE, teksa zërat kundër argumentuan se shumica e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian vazhdojnë të përdorin një përkufizim binar burr-grua. Pas hyrjes zyrtare në fuqi, pyetja që mbetet është: a është gati Shqipëria për këtë ligj?